Sot ambientet e gjimnazit të Gostivarit hapën dyert për të mirëpritur gjeneratën e ardhshme të dijes, semi-maturantët që shumë shpejt do zgjedhin drejtimin e tyre për shkollimin e mesëm. Në kuadër të ditës së hapur, nxënësit e kësaj shkolle, të përgatitur me përkushtim nga mësimdhënësit e tyre, prezentuan demonstrime kreative, eksperimente, prezentime shkencore, kulturore e artistike, të gjitha si dëshmi konkrete e njohurive dhe shkaftësive që kanë fituar brenda këtij institucioni të dijes. Ky aktivitet nuk ishte vetëm një prezantim formal, por një ftesë e sinqertë drejtuar të rinjve që duan të jenë pjesë e një shkolle ku cilësia e arsimit, zhvillimi personal dhe suksesi akademik janë vlera themelore. Gjimnazi Gostivarit ka qenë dhe mbetet një vatër e dijes që përgatit gjenerata të suksesshme në shumë fusha të jetës dhe sot më shumë se kur dëshmoj se është gati të mirëpret nxënësit e rinj në rrugtimin e tyre drejt një të ardhmjeje të ndritur. Kështu njoftoi drejtori i shkollës së mesme të gjimnazit në Gostivar Mirsati Seini, i cili nënvizon se në këtë institucion shkollor janë bërë edhe investime dhe janë krijuar kushte shumë të mira për mbarvajtjen e procesit mësimor. Është interesante edhe iniciativa ose dëshira e nxënësve që duan të përgatiten për këtë ditë me eksperimentet në për kabinetet që i kemi për kimi, fizik, biologji, matematik dhe gjuhë, të artit, të muzikës, gati se gjithë përfshirë nxënësit dhe dëshira, normal edhe përfshirë edhe kolegiumi. A ka ndonjë efekt? Ka ndonjë efekt për shkak se nxënësit që vinë dhe i vizitojnë dhe njihen me premisat e shkollës, kemi bërë do investime, do rregullime, sa që të kenë kushtet e duhura, jo ato elementare. Dhe u pëlqen dhe kemi rezultate të mira me këtë organizim që e bën. Shkolla e mesme e gjimnazit ka kapacitet për mbi 380 nxënës të rinj që do të regjistrohen në vit të parë. Prej tyre 7 paralele në gjuhën shqipe me 246 nxënës, 2 paralele me mësim në gjuhën maqedonase me 68 nxënës, si dhe 2 paralele me mësim në gjuhën turke me po ashtu 68 nxënës të rinj.